Ka pas shumë milione. Ishta në ndërtim e sipër të 2 spitaleve, isha bashkëpronar dhe drejtues i një projekti gjigant. Zeki Aciçi dhe firma e tij Liridoni ka kërkuar 20.000 euro fitim. Kushti i tij ka qenë që edhe mos të tregoj asnjëherë që ky fiton. Kanonore ta zgjidhen këtë. Sipas prokurorisë themelore në Prishtinë, biznesmeni i njohur Faton Dalladaku dyshohet se ka qenë viktimë e detyrimit dhe fajdes, duke humbur 200.000 euro dhe një shtëpi me vlerë prej 700.000 eurosh. Për këto vepra penale akuzohet ish miku i tij Zeki Aciçi, i cili për një periudhë të gjatë kishte qenë në Arati. Aciçi është biznesmen dhe aksionar në disa kompani, si Liridoni Construction, që merret me ndërtimin dhe shitjen e objekteve banesore, Liridoni Distribution, e cila merret me tregtinë me shumicë të artikujve ushqimor, pijeve dhe produkteve të duhanit, si dhe Market Liridoni, që operon në sektorin e shitjes me pakicë. Në ujin shtator 2014, Joze duke përdorur forcë, e ka edhe përdorur të dëmtuar në pjesën e krahut, kanë një bash për 160.000 euro. Gjësi dëmturi kishte të panderët e që në vërtet kjo bash nuk ka ekzistuar, me këtë ka kthy veprën penale detyrimi. Më vonë panderi Zeki Aciçi nuk i përmbahet marrëveshjet verbale ku i dëmturi Faton ja kërkon një azim për 200.000 euro për ta paguar ratën e fundit të shtëpisë në fshatin ndërkombëtar amerikan Hajvali, për të cilën i dëmturi kishte paguar pjesën për 500.000 euro, nga vlera totale e shtëpisë 700.000 euro. Me qasë detyron të bëj përfilimin një marrëveshje me shkrim në cilën i panderi Zeki kërkon nga i dëmtuari 360.000 euro me kamot në ure 1% me arsyetëm se ka që overdrafti në bankë. Para trupit gjykues, i akuzuarit Zeki Aciçi u shpreh se nuk ndihet fajtor për akuzat që i ngarkohen. A ndjeni vetëm fajtor për pikën 1 dhe 2 të akuzës? Ndërkohë, Dalladaku ka përshkruar para gjykatës disa nga episodet e bashkëpunimit me Aciçin, duke pretenduar se ishte mashtruar. Po, njëm me Zeki Aciçin ka vitit 2008, kur për herë të parë më është paraqitur në zyrën time, ishta në ndërtim e sipër të 2 spitaleve, isha bashkëpronar dhe drejtues i një projekti gjigant, ndërtimi i një qytetëze në sipërfaqe prej afërsisht 100 hektarëve. Ka pas shumë milione. Përmena parës që kam pas një projekt shumë të madh, 100 hektar, ai projekti nuk u realizua. Me që rast u tërhekën bashkë investitorët nga Italia, me që rast edhe ndam asetet të tona të përbashkëta. Me të ndëgjuar, janë duke i shitur disa asetet të mia. Kush me të dëgjuar? Këtë rast edhe Zeki Aciçi. E kam pranuar, e kam mirëpritur. Ai vlerësimi im ka qenë një njeri thjesht, i qetë. Që të lënë të përshtypje që nuk ka asgjë të keq. Ka shprehur kërkesën që të ja shes një parcel toke me të cilën kufizohesha me të. E bënë marrëveshje për t'ja shitur. Ku marrëveshja ka qenë të pranoj makina, Kjo marrëveshje ka përfunduar me koreksi nga ana ime. Është përmbushur marrëveshja. Pas kësaj ti transakcion ose marrëveshje. Po, ka ngel një raport shumë i mirë, si një mik, e kam pasi propozim nga Zeki Aciçi, ti bashkojmë. Unë i kisha në dispozicion 1 hektare gjys në gjitën, a i kishte 50 hektare apo gjys hektare, me tokën time, dhe ta kryojmë një partneritet 50-50%. Mirë po, për të qeni barabartë, ka kërkuar që t'ja shes edhe 5 hektare, ta ketë a 1 hektare në 1 hektare. Qëllimi ishte, si pas propozimit, të ndërtojmë një qendër biznesit dhe një hotel. Më ka premtuar se finansimin do t'a bëjmë nga një bankë slovene, me të cilën bashkëpunon. Për mu ishte ofertë e mirë, po, dhe pranova t'ja shes 50 hektar, edhe shqimi ka qenë shteti i volitshëm. Kanë filluar të angazhojnë arkitektët e mi, që të përpilojnë një perspektivë, me të cilin do të zhvillojnë më tutje bisedat me bankën slovene. A ke shiqit marrëveshjen vetëm? Po. A ja ke bërë transfer çat? Po. Ata ka kryer obligimin për 50 parë. Po. Pas një kohë Zeka është tërhek, brenda vitit. Zeki Aciçi dhe firma e tij Liridoni kanë vërë zërimin e objektet të tyre në 50 arsye që kam shit dhe kanë ngel me çaq. që kjo zgjerime e ndërtimit nga ana e Zekës, a është bë para se me kuptu ju dy që qaj projekt s'po mundet më bërë dhe qaj refuzimi i kredisit për përmanë. S'ka pas refuzim. As aplikim s'ka pas. Këto ma vonë shihet që kjo ka pasur me marr malirë tokën edhe. Unë isha duke zhvilluar
formë vetanake një pjesë të projektit Qyteti Italia, dhe ndërkohë më bashkan gjithë një grup tash turk dhe formuam një firmë të përbashkët me që rast në një lokacion prej 6 hektarëve, ku isha unë pronar, u dakordua me ortakun nga Turqia që ta vlerësojnë me vlerë prej 1.800.000 pas marrëveshjes u bartu në emën të firmës. Ndërkohë unë e privatizova një tokë prej AKP-s, që ishte në afërsi 14 hektarë. 300.000 euro planifikoja të ndërtoj një qendër për distribuimin e mallrave të ndryshëm. Me të ndëgjuar Zeki Asiqi, më afrohet, kërkon t'ja shes 5 hektar nga kjo parcelë. Njerit më ka ofruar edhe një huazim, një shumë prej 100.000 euro, Që t'ja thejnë apatri një vetë. një vit, pa kamat ngarkuse. Pranova T'ja shes, me atë çmim që e kom privatizuar. Me që më tha që e ka për t'ju blerë fëmijëve të vëllaut sa po kishte vdekur. Kërkoj t'ja mësoj blerën edhe 2 hektar shtesë. Aq sa i duheshin për të realizuar një qendër të vetën të magazinit, një të mallrave. Domethënë i ke kryer të gjitha obligimet ndaj AKP-s. Dhe është bo bartja në emën timin. 7 hektar. Sa ka qenë vlera këtu? Ka 320.000 euro, e cilën 125.000 ka transferuar në bankë. Për pagesën e mbetur, nuk jam i sigurt a e ka kryer ajo, pasi që 100.000 euro huaz ti ka dhënë, ku metën ja kom kthyer ato. ja ke Po. Jo për një vjet, por pas 5 muaj, 2-3 muaj. Ndërkohë, me kërkesë të Zekës, tha të negocioj për shitjen e 2 hektarëve tjerë, dikujt tjetër. edhe 2 hektarë tjetër. Eksakt. Dhe atë vëllezërve Këlmendi Pasi që ka realizuar çmimin të shitjes prej 700 euro arin në vlerë prej 140.000 euro. Për këtë ndërmjetësim, Zeka ka kërkuar 20.000 euro fitim. në tërsi. Nga kjo nga 140.000, mu mi pagu 120.000, kjo 20.000 marë. Kushti ti ka qenë që edhe mos të tregoj asnjëherë që ky fiton prej këtij transaksionit. Okej. Pastaj ka vazhduar kërkesa edhe për një hektar tjetër, t'ia shes një shokut të tij, sipas tij të ndihmoj atij, Shokut të ti. të i ndihmoj. Ka qenë shokut. Ishte Florim Shala dhe mënyra e pagesës të tokës ishte të kompenzoj me punë ndërtimore në rrugën të cilën isha duke ndërtuar me vlerë prej 70.000 euro. Jam pajtua dhe i kishte garant Zeki Asiqi se do t'i kryjnë punët sipas marrëveshjes. Jo, veç marrëveshje kemi bërë shkruar. Unë e kom filluar me bën ndarjet 7 hektar, 2 hektar. Qatë pagesën për 300.000 euro. E këni bonda e AKP-s, e pastaj ja keni shit të akuzuar Zeki Asiqi, apo ja keni shit Zeki Asiqi dhe pastaj e këni bo pagesën AKP. Unë mendoj që ja kom shit pasi që kom bë pagesën. Që e përna këtë sa, po në edhe në të tërë. Po, Që shkallet këtë tjetër bësh, nësë... po më lejan të flas lutëm. Po, po të jojnë apo që përgjigjesh pyetjesh të bëjnë Okej. gjyqtarë. Kur shkoj une, kur shkon Gjeodeti, edhe i thënë Faton Dalladaku ka qenë pronar, po tani mu nuk është pronar. Kusë është përna? Pronarin Arstrit dhe Arben Krasniqi. Jo, s'kam qenë djeni. A e kuptohet që është ndohë? Po, Aja theve pare ty në që s'ke një ashtë në anë. ta shtregoj. Pasi që jam informuar se toka ime është tjetërsuar pa dijen time dhe në mënyrë jashtëligjshme, e kam thirr Zekën, ai kam thonë Zek, kemi një problem, na ka dalë. Dhe një herë kam kërkuar në tim që bashkarisht ti qasemi këtij problemi. Fillimisht shkojmë të vëllezërit Krasniqi, pasi që Zeka ishin vendas nga Deçani, dhe sipas Zekës kishte lidhje me personalitetet politikës Zeka. Dhe në mënyrë kanonore ta zgjidhim këtë problem. Para se të shkojnë në polici. Dhe i kam thënë Zekës, po që se nuk, Se të shkoja në polici. po që se ka nevojë edhe të shkojmë në polici apo prokurori të lajmërojmë, ta denoncojmë rastin.